Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin për muajin gusht për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse ende nuk ka përfunduar muaji korrik, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, fillojmë të shohim energjinë që na vjen. Këtë video mund ta ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Dashit. Atëherë shohim. Në javën e parë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Ju shoh që jeni në diskutim në lidhje me një person, me një dashuri, dëshironi të investoni në një njohje të re në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por në mesin e javës do tregoni pak të mbyllur, sikur nuk dëshironi që të ndani një situatë, një njohje ose një lidhje dhe me persona të tjerë. Një pjesë prej jush mund të tregoni të mbyllur ndaj një dashurie, dhe pse shoh që ju dëshironi të investoni. Por në fund të javës ju shoh që çliroheni nga kjo situatë, do tregoni më emocional në lidhje me këtë person që do njihni. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, shoh që ju do rrisni të ardhurat tuaja, do t'i keni në rritje në fillim dhe në mes të javës, dhe kjo gjë do t'ju entuziazmoj, do t'ju bëj që ju të buzëqeshni, të ndjeni shumë mirë. Por ndërkohë shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Një pjesë tjetër shoh që mund të jeni edhe duke bërë një punë të dytë, edhe pse është muaj gusht, mund të jetë dhe muaj pushimesh, ju mund të dëshironi të investoni edhe për pushimet tuaja. Por shoh që mund të jeni duke bërë një punë të dytë në një rast, ose në rastin tjetër mund të kërkoni një rritje rroge gjatë fillimit të javës dhe unë shoh që do ta realizoni këtë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh sikur janë lidhur këmbët në lidhje me një dashuri. Ju keni shumë pasion, shumë zjarr brenda vetes, por do ta gjeni forcën për të ecur përpara, për të çuar një njohje para ose për të futur në një njohje. Ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një person që dëshironi të investoni, me një dashuri, në njohjet ose lidhjet tuaja, dhe dëshironi të investoni me shumë pasion. Ju shoh që jeni duke menduar, do jeni në gjendje pagjumësie, duke menduar në lidhje me njohjet që mund të krijoni gjatë kësaj periudhe, ose edhe me lidhjet që jeni, me marrëdhëniet tuaja. Ndoshta kjo gjë ju lë pa gjumë. Për pjesën tjetër shoh që ju do lini situata të vështira mbrapa, sfida, vështirësi që keni kaluar, dhe do gjeni forcën brenda vetes duke menduar seriozisht në lidhje me anën ekonomike. Një pjesë prej jush ju shoh në një pozicion të mirë ekonomik, në një pozicion mbretëror. Ju jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, si ta çoni para, kjo gjë do t'ju lëj pa gjumë në lidhje me situatat ekonomike. Por ndërkohë mund t'jeni dhe ju që mbështesni dikë, ose me këshillat tuaja në një rast, ose është dikush që do t'ju japi këshilla gjatë kësaj periudhe, ose do t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, kjo ka vlerë edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me punën, nga ana në lidhje me familjen tuaj, me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje me situata tensioni dhe stresi që kanë vazhduar për një kohë të gjatë, dhe ju jeni akoma në këtë situatë, por unë shoh që shumë shpejt do dilni nga kjo situatë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë erdhi një energji fantastike, jemi te energjia e shenjës së Dashit, që është energjia juaj. Kemi të gjitha shenjat e horoskopit, e magjistari, dhe kemi dhe energjitë shenjave të tokës. Shoh që në lidhje me këtë person që do takoheni në fillim të
muajit, në javën e parë, në javën e tretë, ose ju dëshironi të investoni në një njofje, në javën e tretë ju shoh me pasion në takime, por dhe në festime me këtë person. Ose ju do shkoni diku dhe aty do jeni duke festuar me personat që keni në jetën tuaj, që jeni në njofje ose në lidhje. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh një zhvendosje, ju mund të zhvendoseni nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Do harrini të stabilizoni gjithçka në lidhje me zemrën tuaj, në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër do jeni duke stabilizuar anën tuaj ekonomike, mund të jeni edhe në festime, mund të për disa të tjerë është edhe një situatë ku ju mund të investoni në shtëpinë tuaj, ose mund të keni një pronë aty e shisni, merrni disa para dhe është për të do jeni duke festuar në fillim të javës. Në mesin e javës ju shoh shumë të realizuar në dashuri, të realizuar në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me pjesën e dokumentave, nga ana psikologjike ju shoh shumë mirë, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe që mund të kenë lidhje me fëmijët, me familjen, me shtëpinë, me dokumenta të ndryshme, me studimet tuaja, me shëndetin për një pjesë tjetër, sepse i kemi të gjitha energjitë këtu. Dhe në fundin e javës tretë ju shoh në një stabilitet. Dhe përsëri shohim një stabilitet ekonomik. Ju mund të jeni duke menduar për të blerë një shtëpi, për të blerë një makinë, për të investuar diku, merrni një shumë të konsiderueshme parash, por ndërkohë ju shoh që ju do jeni duke diskutuar dhe në marrëdhëniet tuaja, me familjen tuaj, dhe ju shoh shumë entuziasht, shumë mirë, do të thënë harrini një lloj stabiliteti, realizim, festime. Java e tretë është një javë fantastike për ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjinë e shenjës së luanit, energjitë shenjave të ajrit, të binjakëve, dhe energji kemi kartën e vendimit, të gjykimit. Atëherë, ju shoh që keni kaluar shumë sfida, keni kaluar shumë vështirësi. Ju mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me një dashuri. Dhe shoh që aty gjeni forcën, do keni shumë pasion për të vazhduar përpara. Një pjesë prej ju shoh që mund të keni edhe një lloj konkurrence në dashuri, por ju do jeni shumë luftarak, ose do luftoni në këtë konkurrencë për një person. Për disa të tjerë, kjo ka lidhje në lidhje me punën tuaj, ku aty do ketë një konkurrencë shumë të fortë, mund të jetë një konkurrencë te vendi punës që jeni, mund të ketë në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim, por gjithsesi unë shoh që ju do luftoni shumë fort për ta fituar këtë. Sepse do gjeni forcën brenda vetes dhe do t'i bëni gjërat me shumë pasion. Është një muaj që do ketë surpriza për ju, do ketë shumë pasion në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por pasion dhe në bërjen e gjërave. Dhe në mesin e javës, ngeceni në mendime negative, futeni, mendoni negativisht, edhe pse mund të dëshironi të futeni në një njofje ose të luftoni për një person, ju mendoni që kjo nuk mund të realizohet. Kur ju realizimin e keni këtu, por rruga është e hapur, jeni thjesht të bllokuar në mendime negative. Dhe këto mendime mund të jenë lidhje me një person, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jetë që ju bllokoni mendimet tuaja në lidhje me punën, me shtëpinë, me një konkurrencë të fortë që do keni gjatë fillimit të javës, por të gjitha janë në mendjen tuaj, sepse rruga është e hapur për ju. Dhe unë shoh që do merrni vendime deri në fund të muajit. Do merrni një vendim të rëndësishëm për të gjithë ata që janë në një ftohje emocionale, për të gjithë ata që janë në një shkëputje me një person në distancë. Unë shoh që do merrni një vendim shumë të rëndësishëm për të realizuar diçka në lidhje me këtë person, për të stabilizuar këtë njofje, për ta festuar sepse jemi në sezonin e verës. Ju mund të jeni dhe me pushime, aty të festoni gjithçka, por për pjesën tjetër kjo ka lidhje më tepër me vendime të rëndësishme që do merrni në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, edhe pse shoh që ana ekonomike këtë muaj është e fuqishme për ju. Shoh që do keni shumë pasion gjatë muajit, do stabilizoni dhe do festoni gjithçka që mund të keni. Shoh realizime në lidhje me gjithçka.
Shoh një stabilitet ekonomik, marrje të një shumë parash, para në rritje gjatë këtij muaji dhe vendime shumë të rëndësishme në fund të muajit. Është një muaj fantastik për shenjën tuaj dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japim. Atëre, se janë mbrapsh. Ju thot që merrni vendime, thot, në një formë tjetër, ju thot. Duhet jeni më të organizuar gjatë këtij muaji dhe diskutoni me kujdes në grup, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh që këtu, kjo si kartë edhe te taroti tregon mungesë të një dashurie, ku ju jeni gati të bashkëpunoni, të keni një takim me një person, në rastin tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ku ju të investoni aty, dhe për një pjesë tjetër mund të ndjeni të lodhur fizikisht, gjithsesi jeni të mbështetur nga energji më të larta nga ëngjëjt, thjesht tregoni më të organizuar, si në lidhje me njohjet dhe me pasionin që do keni gjatë këtij muaji. Me anën ekonomike ju shoh shumë të organizuar në fakt dhe do jeni të mbështetur në lidhje me këtë, por mund të diskutoni edhe me grupe njerëzish në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni, që mund të jenë një çështje në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, me punën tuaj. Gjithsesi është një muaj fantastik në lidhje me shëndetin tuaj, ose për pjesën tjetër edhe në lidhje me një lodhje të madhe që mund të keni nga një periudhë e mëparshme. Është një muaj fantastik, mesazhi shumë i qartë, thjesht merrni vendime të rëndësishme dhe kishim dhe kartën e vendimit këtu. Të jeni më të organizuar gjatë këtij muaji dhe duhet të diskutoni me kujdes edhe me grupe njerëzish. Atëherë kjo ishte për ju uroj vërtet një muaj sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar të lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, po dhe video të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm dhe një mbazdite sa më të këndshme.